Rastet me froth janë rritur në Kosovë, ka njoftuar të mërkurin Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. 9 rastet e tilla janë shënuar në javën e 2 të majit tek fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç. 4 raste nga Ferizaj, 2 raste nga Shtimja dhe nga një rast në komunat Lipjan, Graçanicë dhe Fushkosovë. Fruthe është një infekcion i shkaktuar nga një virus. Organizata Botërore e Shëndetësisë e konsideron si një prej sëmundjeve mengjitëse. Janë disa simptoma që shoqërojnë atë. Temperaturë që shkon deri në 40 gradë Celsius, kollë thatë, shkulje hundësh edhe skuqje syve apo siç njihet në gjuhën shkencore konjunktivit. IKSHPK bëri të ditur se të gjitha rastet me froth në Kosovë kanë të bëjnë me fëmijët e pavaksinuar kundër frothit. Njëkohësisht është smundje e parandalueshme e cila parandalohet me anë të vaksinave MMR, cila jepet domethënë në moshën pas lindjes, moshën 3, 4, 5 mujore, edhe është boosteri i cili është kohën e shkollore edhe pjesë edhe dozat e tjera. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, frothi mund të prekë çdo, por është më i zakonshëm te fëmijët. Çdo person jo imun, i pavaksinuar ose i vaksinuar por që nuk ka zhvilluar imunitet, mund të infektohet. Shkolla e vaksinimit kundër frothit në Kosovë është mbi 90%. Shënjestër.net